E pra të nderuar shikues, është koha për mysafirin e radhës, është koha për të biseduar për diçka shumë të bukur. Do të flasim për një nga ngjarjet shumë të rëndësishme të verës, festivalin ndërkombëtar folklorik Rudina Fest, që këtë vit shënon edicionin e 5 dhe me një do të kem bashkëbisedim me dy prej njerëzve kyç të këtij organizimi, zotëri Zani Mehmeti dhe zotëri Armend Seferi, i cili është zëvendësor artistik i këtij festivali. Mirë, po këtu në studio i kam edhe dy vajza shumë të bukura, me cilat do ju them mirëmëngjes, me cilat do ju përshëndes. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në studion tonë. Mirë se u gjetëm. Këtu kam Adisën dhe Anisën, dy vajza shumë të bukura, të cilat janë pjesë e këtij festivali dhe pjesë e shoqërisë kulturore artistike Jani Hasani. Si po ndiheni sot dhe a mund të na prezantoheni? Mirëmëngjes, fillimisht faleminderit shumë për ftesën. Unë jam Adisa Alili. Jam antare e shoqërisë kulturore artistike e Hasani, që gati 4 vite, dhe jam shumë mirënjohëse që më është dhënë kjo mundësi të jem pjesë e kësaj shoqërie kaq të madhe. Përshëndetje, unë jam Anisa Ahmeti, jam valltare e shoqërisë kulturore artistike e Hasani prej vitesh. Është një nder dhe një kënaqësi që jam pjesë e kësaj shoqërie dhe vallëzimi për mua nuk është thjesht një hobi, është një pasion. Ju faleminderit që nderuat edhe studion tonë me prezencën tuaj dhe me këto veshje të bukura, sigurisht për biseduar edhe për një gjë të bukur, për biseduar edhe për festivalin. Kemi edhe zotëri Zani Mehmetin dhe zotëri Armend Seferin, me cilin do flasim për festivalin. Zotëri Zani, është i viti i 5 me radhë që ky festival veç më ka filluar të bëhet një traditë më vete në rajonet në Gostivar dhe më tutje. Si lindi ideja që Rudina Fest ka evoluar gjithë këto vite? Do ju drejtohem juve, pastaj do kaloj te pjesa artistike me Armendin. Mirëmëngjes Ardita. Sa po hym në studion e televizionit, mu rikujtuan kujtimet e viteve të para. Ishte një sfidë e madhe, një realisht edhe një pasiguri, një diçka që ne nuk e paramendoni se të arrim këtu. Megjithatë, puna e paljoshme artistëve, puna e gjithë grupit stafit drejtues, po edhe gjithë qytetarëve të Gostivarit dhe rajonit Pollogut, arritëm që të kemi një jubilet vogël. Ne jemi 5 vite, janë shumë pak, po megjithatë është festivali vetëm në rajon Pollogut në këto përmasa edhe në këtë format, sepse është festival ndërkombëtar që grumbullon shtetet e huaja dhe ne këto 5 vite kemi pasur fatin që të kemi gati se shtetet ndryshme nga Amerika Latine, nga Azia, nga Europa, nga Ballkani, gati se gjithë. Kështu që edhe në studio kur vim me kujtime të bukura dhe është një ftesë mirë kjo që sot arritëm që të vim këtu dhe të shpalosim gjitha këto të arritura, po edhe kujtime të bukura, po edhe pse jo edhe të ardhmen që ne parashikojmë të jetë shumë e ndritshme. Ka qenë vështirë normalisht, po në punët e vështira sfidojnë artistët, arti është e bukura nuk vjen lehtë, vjen me punë dhe këto vajza dhe këto djemë që kanë punuar me mua bashkarisht, me 20 vite, unë mendoj se kanë arritur një kuror të japin Pollogut, sepse ne jemi tani edhe në Tetov, jemi edhe në Gostivar, jemi në gjithë rajonin e Pollogut. Dhe arritja më e madhe kulmi gjithë kësaj pune, mbi 50 sa vjeçare, është festivali ndërkombëtar Rudina Fest, që është strumbullari gjithë këtij të arriturave. Po. Zotëri Zani, le të ndalim edhe pak e përmendet edhe ju të vendet ku zhvillohet Rudina Fest. Pse është e rëndësishme që festivali të zhvillohet në Çegran, Tetov dhe në Gostivar? Do të ishte më në rregull që pyetja të jetë pse në Çegran, pikërisht. Edhe unë do t'ju them pse në Çegran. Edhe ardha në studio është për atë qëllim, sepse festivali ka emërtimin, po një numër i madh i dëgjuesve dhe shikuesve nuk e kanë akceptin pse në Çegran. Në Çegran duhet të dinë edhe dëgjuesit edhe shikuesit e televizionit është dy ngjarje historike. Janë viti 1990, ku është bërë falja e gjaqeve në nivel kombëtar. Ju e dini në kohë, domethënë Anton Çeta bashkë me profesorët intelektual të njohur kosovar, edhe në Çegran janë bërë falja e gjaqeve në kuadër të Maqedonisë Veriut. Pastaj ngjarja e dytë që është edhe më themi një ngjarje tragjike, megjithatë ishte kriza kosovare 1999, ishin ato dhimbje të mëdha që ne i përjetuam bashkërisht, dhe atje ka qenë kampi më i madh me përmasa mbi 55.000 refugjat kosovar, edhe sigurisht 5-6.000 ose 10.000 thuhet që kanë qenë vendosur në shtëpi. Ka qenë një dhimbje e madhe, gjithë këto ngjarje historike trishtueshme, ne shqiptarët kemi kaluar histori të ndryshme, po të dhimbshme, e kemi shëndruar në një festival të paqes, të dashurisë mes njerëzve. Edhe kështu që ky festival emërtimin e ka marrë Rudina, sepse kodrinë e bukur mban mbi supet e saj këta ngjarje të mëdha historike, për kujtim të tyre dy ngjarjeve, ne kemi shndruar to dhimbje krenare në një festival të paqes, mirësisë, dashurisë mes popujve. Dhe kjo ka qenë ideja që ne
ta shndrojmë atë dhimbje, sepse kur vin popujt të ndryshëm, ata i kanë kaluar luftat gati me mira vite dhe ne nuk duam që t'i trishtojmë dhe t'i frigojmë në atë kuptim, po që të tregojmë se dhe ne jemi popull i civilizuar dhe dim bëjmë festa, pas atyre dhimbjeve ta krijojmë një dasëm të madhe dhe Rudina Fest është një dasëm e madhe ku gjithë kombet e huaja vinë, kënaqen dhe kalojnë momentet më të mira. Dhe sigurisht edhe gjithë ata të cilët e vizitojnë këtë festival folklorik janë shumë të kënaqur me gjithçka që përgatitet edhe për ta edhe për audiencën e gjerë. Si është ndërtuar bashkëpunimi, zotëri Zani, institucional këtë vit, si ndihmon ky zhvillimin e festivalit? Mundova ardhitës të bësh në fund këtë pyetje, është pak pyetja ne i themi më pikante, më djegëse. Në realitet festivali ka një kosto shumë të madhe. Ne jemi në gati se 20 vjet, po ecim gjitha festivalet botërore dhe i shohim. Ata janë shtetet zhvilluara, po ka dhe një akcept. Nuk është vetëm ajo kosto ekonomike, është një akcept i madh, ata janë vendet kulturore dhe japin kulturës një suport shumë të madh, një kuptim dhe ata e ngjirosin me botën e artit. Megjithatë në Maqedoni, pavarësisht kohëve të viteve të mia kur kanë qenë i ri, këtu tani më nuk është ajo. Kultura sikur është lënë në një skaj atje dhe më them për buzë, po edhe përdoret në forma nënçmuese, mos u bën folkloriste kështu me radhë. Unë mendoj se tani festivali po mbijeton po faltin e djemve dhe vajzave. Dhe realisht ai pasioni i madh që kanë ata, dëshirën e madhe për ta mbajtur gjallë identitetin kombëtar e pasqyron festivali, sepse po ti thuaj dikujt se ne e bëjmë festivalin me fonda aq të vogla dhe ne jemi të kënaqur shumë këtë vit që kryetari i komunës Gostivari, zoti Valbon Limani, ka akorduar një fond 700.000 denar dhe po ti morim ato fondet e Evropës ku shkojmë ne atje, ato janë jo fonde minimale, po 10%, ndoshta edhe 5%, megjithatë nuk është vetëm paraja, thashë edhe në fillim, është edhe vullneti kaq i madh edhe donatorët që paraqiten vetvetiw, sepse ja kanë pa hajrin kësaj pune dhe thuajnë, shiqyr që ne kemi në Gostivar një festival që të krenohet edhe qyteti edhe regioni, shiqyr që mërgjimtarët kur vijnë në Gostivar ato 4-5 net shohin kultura të ndryshme, shohin një dasëm të madhe dhe ajo kënaqësia më e madhe. Kur i shtojmë edhe asaj se në festivalin e kemi domethënë pa bileta, pas një vinë njerëz të gjallë, mund të fotografohen, të jenë pjesë e festivalit, mendoj se ajo madhështia e pa jo dhe besoni që institucionet tani ne nuk kemi ardhur këtu që t'i kritikojmë, po duhet të themi haptas, jo kritik, po t'japim një rekomandim, një këshill, pavarësisht ato sa do ta ndihmojnë atë festival, ose do ta pengojnë, ne do ta mbajmë festivalin. Sepse populli shqiptar dëshmuar se ka mbajt universitete gjallë, ka mbajt klube sportive kështu me radhë. Kështu që nuk do ta kemi atë breng, do të jetë mirë që ato mjetet që na takojnë, t'i japin, jo mjete nënçmuese, po mjete meritore. Ky festival është i vetmi në Pollok. Dhe nëse nuk ka arrit Ministria e Kulturës të ndajë një fond reprezentativ dhe krenar, unë mendoj se më mirë mos jap ato fonde të vogla sepse 150 antar në ditë mund të pinë sigurisht 2-3 litra ujë dhe kështu që ato fonde janë minimale, por megjithatë vullneti i madh, dëshira e madhe, akcepti që ka marrë popullata e Gostivarit, mendoj se kemi të kaluar ato barrierat ekonomike. Ju i përmendet edhe vullnetin e madh tuaj, edhe vullnetin e antarëve, mirë po i përmendet edhe mërgjimtarët, sepse pa ata dhe sigurisht edhe mërgjimtarët janë pjesa e atyre njerëzve të cilët e duan folklorin dhe duan ta përjetojnë folklorin dhe ta shohin. Dhe duket se vera dhe kthimi i mërgjimtarëve e luan një rol shumë të veçantë në këtë atmosferë të festivalit. Pse ka rëndësi për ju që festivali mbahet në kulmin e verës kur kthehen mërgjimtarët që të gjallërohet ndoshta edhe vendi? Do ta riktheja pyetjen nga e prapa që të nxjerr diçka interesante, sepse ne mos them tani po shohim edhe po shohim çdo ditë mërgjimtarët sikur po i shfrytëzojmë atë pjesën ekonomike dhe për herë presim nga ata do të ndihmojnë diçka, ato duhet na japin, ato duhet të na japin e kështu me radhë. Po dallon ardita festivali folklorik ndërkombëtar Rudina Fest, po edhe shoqëria kulturore shumë pak ka suport nga mërgjimtarët në atë pjesën ekonomike. Ne jemi të vetmi që ata i gëzojmë edhe ju japim një mundësi që ato të freskojnë dhe mos i ngushtojmë. Ajo ishte qëllimi i vetës. Edhe bravo, dhe megjithatë kur shohim tani ne nuk duam të kritikojmë as gjithkush ka drejt, por megjithatë kemi ngarkuar si tepër. Tani t'japin të klube të ndryshme, o të shkolla, o të institucionet japin. Edhe ato duhet t'i ruajmë sepse janë aset kombëtar, ata janë larg, po ato na duan me zemër dhe ajo arritja aty në vend lidhje për mua është paraja më e madhe. Ata vinë këtu, i mbajnë kujtime gjallë, na frymëzojnë edhe neve, na thuajnë, na japin një mesazh, mos largojeni nga vendi. Kështu që ai mesazhi i festivalit Rudina Fest mendoj se bën atë kuptim plotë ngjarjen, domethënë gjitha dasëm 4 netëshe, ja jep edhe mërgjimtarëve, ja jep atë mesazh se edhe këtu mund të jetojmë, edhe mund të bëjmë dasmat, edhe ne këtu jetojmë, zhvillohemi kështu me radhë, po mërgjimtarët i kursejnë pak. I kemi lodhur me shumë kërkesa të shumta, tani mos them banale, po janë të tepruara, nuk ndigjoj institucion që nuk drejtohet te mërgjimtarët.
ata nuk janë arka e shtetit. Ne duhet bëjmë luftën që të marrim arka që na takon, ato t'i ruajmë edhe t'i gëzojmë. Festivali është ai që u afron, ata vinë, kënaqen, argëtohen dhe thuajnë, a duhet pagujmë diçka? Jo, thonë kjo është rralli gjën këtë. Edhe megjithatë unë jam i kënaqur se ato vinë, unë kam djalin atje, familje gjithë kemi, ato duhet vinë këtu dhe të kënaqen, dhe verë të bëjmë të këndshme. Festivali është freskia e Kostivarit, freskia e verës, sepse ata vinë edhe bile më thuajnë, a mund të fotografohem, kënaqen, e vjen një plisë të bardhë, a mund të fotografohem me këtë nga Amerika e kështu me radhë. Festivali ka atë motiv. Ti ofrojmë njerëzit, t'u japim suportin edhe atyre, ta ndjenë se janë pjesë e jona, ta ndjenë se janë pjesë e kombit tonë, kështu që edhe kur shkojnë atje ti kenë kujtime se vitin e ardhshëm do vinë, dhe do shkruajnë shpesh çfarë do kemi si vjet risi. Besojmë që do kemi disa sende interesante që ato të inkorporojmë edhe fëmijët e tyre bashkë me ne, të ndjejmë pak aromë vendlindje. Po. Dhe tash do të drejtohem se nuk të lash anësh. Nuk fola më shumë. Nuk të lash anësh, Armend. Tani do të ndalemi pak te programi artistik i festivalit. Ju jeni zëvendësor artistik i festivalit dhe është ndërtuar programi artistik i këtij edicioni. Çfarë risish mund të shohim këtë edicion? E përmendi zotri Zaniu që ndoshta do të ketë edhe risi. Dita unë të hapi pak bisedën se është edhe më i ri, ju po kujshini kështu zëvendësor dhe po habitim kaq i ri. Edhe unë kam atë princip që çdo herë jam mundua që ata ta marrin, ta bartin këtë proces. Identiteti nuk mbrohet vetëm me ne pleqet me flokët e thinjura, pa thotë gjem 3 vajza të reja që janë shumë më të aftë se ne, që kanë bartë këtë proces mbi vite, dhe unë mendoj se Armendi ka një simbolik mbi 10-12 vjeçare, është përgjithësi grupit, ka bartur grupe dhe ka mbajtur këtë vit e ka peshën pak më trom, e ka dhe një shok afër dhe ai që bashkë me te duhet ta mbajnë peshën e festivalit. Cilat janë risitë, Armend? Atëherë fillimisht unë desha pak edhe unë të ndërlidhem, kam qenë pjesë e këshillit organizativ prej edicionit të parë apo prej nismës së parë të këtij festivali dhe kam qenë si përgjegjës udhëheqës i grupeve. Tash këtë vit kam fatin të jem edhe zëvendësor i festivalit artistik. Këtë vit kemi bërë për zgjedhje, por na jepen shumë oferta të ndryshme prej grupeve, por jemi munduar të zgjedhim atë më të mirën dhe të sjellim çdo vit shtete të ndryshme, risit edhe për publikun. Pra këtë vit kemi prezent grupe që do të jenë është Meksika, Spanja, Kroacia, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Pra ne gati një muj para bëjmë përgatitjet e bëjmë atë planin ton apo agendën se çfarë do të performojnë grupet gjatë netëve dhe mundohemi që çdo natë të ketë të ndryshojnë kostumet grupet, vallet e jenë ndryshe, që mos bëhet monoton për publikun çdo natë e njëjti program. Sa shtete do të marrin pjesë, përmende 4? Po deri tash këta i kanë konfirmuar pjesëmarrjen, po presim ende është e hapur për konfirmim, po. Ardita kemi problemin edhe të vendosjes, Armendi deri diku e tregoi, po megjithatë ne mund të thirrim shtete sa të duam, se kemi kontakt. Por megjithatë është shumë e rëndësishme kostja ekonomike, vendosja, por edhe programi, nuk mund të marrim 20 ditë 3 orë. Qëllimi e patë se kemi zgjedhur grupet më të mira dhe çdo natë mundohemi që t'ju japim performansa, atraksione, që ato show që publiku t'i shohë edhe në Çegran edhe në Tetov edhe në Kostivar. Po. Armend, a do të ketë aktivitete tjera përveç performansave si punëtori, vizita apo ndarje për fëmijët? E përmendi zotri Zaniu që do të ketë diçka shumë këtë vit më interesant. Këtë vit edhe më interesant, patjetër që fëmijët do të jenë edhe pjesëmarrës në festival, si e keni planifikuar? Po nuk kemi fokusuar vetëm te performanca artistike, pra do të kemi edhe workshope të ndryshme. Këtë vit pra kemi fatin të kemi koreografin nga Ukraina, e cila jo ka përgatitur një tablo koreografike. Me origjinë shqiptare, mos harret. Aha, është me origjinë nga fshati Karakurti i Odesës. Ajo ka përgatitur një tablo koreografike për, domethënë të gjithë grupet natën finale do të përmbyllet festivali me vallën e saj që e ka përgatitur. Do të ketë edhe vizita të ndryshme, shkëmbim dhuratash, gjithashtu edhe do të organizohen edhe kështu lojra tradicionale mes grupeve. Edhe fëmijët mund të inkorporojnë. Do të inkorporohen. Kështu që aktivitete mjaft punë shumë. Armend, thelb Rudina Fest nuk është thjesht një shfaqje, është një përjetim, është një gjë që të bukur që e dhuroni. Në çfarë mënyre ky festival ndihmon në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë tonë kulturore, sipas gjithçka që ju e tha që do ta sjellim, do ta bëjmë? Pra, Rudina Fest nuk është vetëm një festival apo vetëm një shfaqje vetë si e sheh publiku. Për ne fillimet kanë qenë shumë të vështira, kemi pasur shumë pyetje dhe dilema se si do të pranohet nga publiku. A do mund t'ja dalim?
Por kur kemi arritur edhe ta festojmë 50-arin e jubileu që do t'jetë tash, do me thënë e shohim se kemi arritur një sukses të jashtëzakonshëm që edhe vetë nuk e kemi menduar se do të arrijë kaq shumë sukses dhe me kaq shumë performanca siç është sot, siç e kemi festivalin. Pra është shumë mirë sepse ne njoftohemi me grupe të ndryshme, kemi mundësi që të shkëmbejmë mendimet tona mes popujve të ndryshëm. Pra, siç e potencoi edhe kryetari, Rudina Fest mban të ngjarjet kryesore siç i kemi pajtimin e qaqeve dhe kriza kosovare apo kampi i Çegranit që është bërë. Ky festival përcjell mesazhin e paqeve mes popujve dhe ne mundohemi që ato ngjarje t'i përjetojmë tash, t'i kthejmë në gëzim, hare dhe dashuri mes njerëzve. Dhe shumë e bukur që edhe gjeneratat e reja po janë të përgatitur për të vazhduar edhe rrugtimin e, se ju thatë, ne pak më të vjetrit dorim anësh, ju jeni aty ku e thoni historim, pastaj edhe gjeneratat e reja e përcjellin dhe e bën një gjë të bukur nga gjithçka që duhet theksuar dhe vlerësuar. Zotëre Zani, do të rikthehem te ju. Cilat ishin sfidat e festivalit ndër vite? Dhe a keni planet të tjera për këtë festival folklorik apo do jetë vetëm në rajon? Që ta bëj pak magazmore, Armendi e thashtu si duhet, a thot në emision, në skenarin e vetë, po unë do të tregoj disa momente, paka shumë ishin edhe momente edhe humori, sepse në ato turbulenca, në ato prezentimet e para, ta plasojsh si ide, vetë kantarat ka pak shifeshin me sy ndryshe, o thoshin sigurisht që ki s'është mirë, ose sigurisht të kotë kjo punë nuk. Ishin shumë dilema, realisht, për dhe vitin e parë, ka qenë dhe viti Covidin që së sa bëj, besoni ka qenë edhe grupet kishin ato hamendje, sepse o fshati vogël tani ato here para, e sfida e madhe, po kur ardhëm ta bëjmë edicionin e parë, mbaj mend se edhe fondet shumë vogla, po edhe pasiguria e madhe, edhe kur ardhëm grupet e para, ne ishin pa përgatitur kuptimin se çka bëjmë ne tash, nuk ishim në gjendje të kuptojmë se ndodh një ngjarje e madhe, edhe popullata paka shumë e pritën mirë, po kishtin individ të elektrizuar, apo të ne themi shpesh të indoktrinuar, që kishin tendenca, po është ka njëherë dhe dora e shtetit, ne shpesh i kritikojmë, po është mirë të kesh një mbështetje institucionale dhe sigurisht që përmes organeve ndryshme arritëm të eliminojmë ato tendenca, sepse kur ndodh diçka e madhe, normal që ke edhe sulme, ke edhe pa përgatitur njerëzit, sigurisht dikush edhe keq kupton, dikush se don. Megjithatë arritëm që përmes kulturës dhe kësaj forme të organizimit të tregojmë, të dëshmojmë popullatës se këto djemë të vajza janë shumë më të ndershëm se ata që mendojnë, shumë më të përgatitur se ata që mendojnë, shumë më kombëtar, kështu me radhë ata arritën që ta shohin diçka të bukur. Kështu që tani viti 2, 3 dhe 4 janë paka shumë më të lehtë. Viti 5, e tha edhe Armendi, një muaj para veç që kemi siguruar vendosjen e grupeve, do të jetë në Universitetin e Evropës Juglindore, na kanë ofruar çdo vit. Do ketë domethënë hapësirat mundohen, njerëzit ofrojnë vetë dhe kemi pak më lehtë. Grupet na vinë më lehtë, kemi mundësi të zgjedhim, të përzgjedhim dhe Këshilli Artistik bashkë me drejtori nuk është këtu prezant, Nurian Iljazi, bashkë me Zavencin, Armendi dhe grupi e kanë mundësi të shohin programet, bëjmë përzgjedhjen e grupeve më të mira. Dhe kjo është ajo që ne themi nga e vështira, sot më lehtë, më mirë, po kanë qenë sfida të rënda. Po pas sfida nuk ekziston. Gjërat e bukura. Në një fshat që ne themi si në Çegran festival tonë, po edhe mos harrojmë se na merr edhe Tetova, mos themi na ka ble, po na ka marrë, na ka ofruar mundësinë, sepse është një festival me kualitete të larta, me standarde shumë të larta, ne jemi në CIOF Maqedoni, është një festival që kontrollohet, ne jemi në atë shoqatën e festivalet botërore, do të thonë ne jemi në survejim të çdo hershëm të kushteve, mundësive, programi, koha, edhe një festival me standarde shumë të larta. Sigurisht që jeni një ndihmese madhe edhe për këtë festival, edhe për ata të cilët janë antar të këtij projekti shumë të bukur madhështor dhe shumë të bukur i cili ruan dhe kultivon kulturën tonë ndër vite, mirëpo edhe në gërshetimi apo njohja e kulturave të ndryshme na ndihmon neve gjithmonë për të kuptuar edhe për të dashur edhe më shumë veten. Zotëri Zani, unë duke qenë se edicioni 5 po afrohet me gjithë këto përvoja që i thatë ju, kjo vlen edhe për juve, Armend, nuk të kam lanë mbas dore. Bashkëpunime, sfida, suksese, cili është vizioni për të ardhmen? Tani dëshirat, si zakonisht, njerë ka qenë fillimi është ajo plasimi idejes. Tani po na ofrohen mundësi sepse ne ecim shumë. Tani do të jemi shumë shpejt në Poloni, qytetin Lodz, do jemi 10 ditë atje. Do kemi mundësi të jemi sigurisht në Itali, ka Gushti ose në Turqi sërish. Kështu që ne me kontakte që kemi përvojë që tha Armendi, ne jepet mundësia të blejmë, të marrim atë çka është më e mira.
Festivalet e mëdhaja që kanë pedigre, ata marrin, ka është më e bukura, festivalin e shndrojnë në një, të themi një platformë, jo vetëm ta ketë ndramje, pa ato të kenë ditën mundësi të bëjnë ndonjë vizitë, të bëjnë ndonjë punëtori, të bëjnë një debat të kulturave të ndryshme botërore. Festivali mund të jetë edhe festival që kalon edhe kufit kombëtar. Sepse ne kemi pas ratë Polonit, jemi atje, Shlezia pa kufi, Silesia Without Borders, edhe ishte një festival që organizohesht edhe në Çeki, edhe në kufit të Polonisë. Ne kemi Shqipërinë afër Kosovën, kështu që ngjarjet janë shumë të parafërta, kështu që nuk ka çudi që mbas të themi 2-3 vjet rruga Prizren Tetov që ta kemi një natë në Prizren, një natë në Elbasan, një natë këtu pse janë një natë edhe në Sofje, edhe në Athinë, kështu që festivali i ka performansën, e ka konceptin, e ka motorikën e saj dhe ki grup që punon njojnë gjuhë të huaja, ato gjithë vajza e djemë njojnë anglishtën mirë, komunikojnë me botën, janë djemë të teknologjisë moderne. Dhe ajde nuk do t'ishte ide shumë e qelluar, do t'ishte sepse do kishin mundësi që edhe ata që janë afër ta shijojnë si një mbrëmje. Kështu rast kemi pas në Udine, Festival del Cuori, Festivali i Zemrave, atje kishim në Sloveni, në Itali edhe në Austri. Ishte një 3 kufirshje dhe ata organizoheshin bashkarisht. Sot është Evropa është pak kufi, pse jo edhe kultura tjetë në këtë format që të mundemi pak edhe t'i shijojmë edhe vendet e ndryshme turistike. Kjo do t'ishte edhe një ide shumë e qelluar. E bisedet e bukura zgjasen, mirë po ne nuk kemi shumë kohë. Armen do ta përmbyllim me ty. Çfarë mesazhi dëshiron ti përcjellni publikut për këto net të veçanta që po afrohen? Po festivali do të ka ashtu siç e potencova edhe në fillim, është mesazh paqe, dashurie mes njerëzve, pra për publikun do të ofroj shumë. Ashtu siç edhe do të jenë edhe ditët e mërgimtarëve që do jenë edhe mërgimtarët këtu, do të kenë mundësi që të shohin edhe ato dhe të argëtohen. Po dhe të shihen mes vetes. Po edhe qëllimi është. Ato do takohen. Gjithmonë dasmat e mëdha dhe festat e mëdha na bashkojnë. Unë ju falenderoj që ne u bashkuam për ta biseduar në lidhje me festivalin dhe i ftojmë publikun që ta vizitojë. Me datën 20 korrik në Çegran, 21 në Tetov, 22 dhe 23 dinetët më të mëdha në qytetin e Gostivarit, në qendrën e qytetit. Kështu që ngeleni të ftuar, e unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe faleminderit që datë kohë për ne. Faleminderit dhe ju ftojmë të jeni pjesëmarrës dhe të gjironi dhe të jeni pjesë e festivalit Rudina Fest. Patjetër, faleminderit. E pra miq dhe shikues të nderuar, ne këtu e mbarojmë dhe ritakojmë sërish të nesër me gjëra tjera të bukura dhe interesante. Lumja toka, lumja hala, kejt po në këshyrin studion kana. Badi like cola, sweet anana, si kamera për tjep ditëna. Pëlqen qyshnina, pse s'po vjen ti dhe pak rejna. Aje ti sot ka Prishtina, dopamina mungon, të ti e kom lon. Nëse do m'impo me sy, e ki nevoj për dashni. Zemër, ti jam ki mu, zemër, ti jam ki mu. Mos ta një sat jo me ty, po të nëndore ki. Zemër, ti jam ki mu, zemër, ti jam ki mu. Nejse, kuna me ti peng, puna do mu den, mos e le me një ven. Jena komponent, s'ka muzik pa instrument. Ti e nota jem, mu a bëti u më s'le. Pëlqen qyshnina, pse s'po vjen ti dhe pak rina. Aje ti sot ka Prishtina, dopamina mungon, të ti e kom lon. Nëse do m'impo me sy, e kina